E përbashkëta e gjithëve është se gjithë kërkojnë nga tjere të reflektojnë, përderisa vetë nuk reflektojnë. Dhe e kemi thënë sa herë, na duhet me përsërit për shkak se situata, agjenda nuk po ndron në rreth Kuvendit, që ai që ka fituar më së shumti vota e ka drejtën, nëse nisemi nga i parimi që i pari për nga votat i pari për nga e drejta, po të njëjtin kohë i pari edhe për nga përgjegjësia, që i bjen që lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti duhet të lëviz nga pozicioni statik që e ka tash sa kohë, për faktin që ka numra më shumë për Kuvendin, tashme është ndruar gjithçka në matematik, dhe nëse zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje nuk ndron pozicion, rrjedhimisht nuk mund të ndrojë pozicioni dhe të lëviz drejt konstituimit të Kuvendit, për faktin që kushtetuta tashme jemi bërë ekspert gjithë kushtetutës, jap të drejtën e parë për propozim, që nuk nënkupton që patjetër parti tjera duhet ta mbështesin me votë pozitive, por fakti që jap të drejtë duhet ta konsumojë të drejtë ta propozoj dhe të siguroj shumicën për Kuvend ashtu qysh kërkohet, se po flasëm që për politikë dhe kompromisi është pjesë e pandashme e gjithë politikës. Do të thotë atu ku nuk ekzistojnë numra duhet bëhet kompromis, jo domosdoshmërisht një kompromis ose pazar që është një në zhargonin politik rreth fushatave, po duhet të arrihet marrëveshje për të siguruar shumicën edhe për të ecur tutje me procedurat konstituimit Kuvendit, pastaj edhe të qeverisë. Po përderisa nuk kemi ndrim të qëndrimit të zotit Kurti, i cili duket që të lashën e ka shumë më larg se sa procesin ku e ka ndalë, ku ka shfrytzuar hapësirën, nëse mund të thashë teknike, procedurale në Kuvend për ta bllokuar procesin. Unë mendoj që nuk është problemi te emri i kandidatës për kryetarin e Kuvendit, po problemi qëndron te përgjegjësia që e pret pozitën e kryeministrit në këtë situatë ku kemi një zhvillim bukur të pa parashikuar ndoshta një vit më herët rreth gjeopolitikës, edhe administratës Trump që e ka një qasje shumë më të drejtë për zgjidhjen e problemeve, me atë sloganin që zgjidhja e problemeve ose arritja e paqes përmes forcës, e që i bën që Kosova nuk e ka shumë mundësinë që të zgjedhë në një marrëveshje që do t'i afrohet në tavolinë që një qeveri e Kosovës do duhet që ta pranojë edhe të istutje. Po, Zdregola, a konsideroni se në fakt u bie përgjegjësia edhe të tjerët, jo në këtë rast vetëm tek partia që ka dalë para në zgjedhje, por edhe tek deputetët e tjerë. Ky është diskutimi i vazhdueshëm, që ata janë deputet të zgjedhur dhe duhet të popullit, të zgjedhur në lista të hapura dhe duhet të ecin përpara për ta konstituar Kuvendin, që pastaj ta hapin rrugë. Mirë, nëse konstituohet Kuvendi, atëherë ti thonë zotri Kurtit, provo tash ta bësh qeverinë. Nëse shikojmë në frymin e kushtetutshmërisë dhe të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, gjithsesi secilët parti politike i takon përgjegjësia vet në raport me krijimin e institucioneve dhe të veprojnë në interes të qytetarëve. Ju e thatë se të janë zgjedhur nga populli me vote, me listat e hapura dhe të gjithë i kanë zgjedhësit e vetë. Megjithatë, përgjegjësia më e madhe në këtë rast i bën lëvizjes vetëvendosja, pa përjashtu siç e thash edhe pjesën e përgjegjësisë që e kanë partitë politike tjera që në këto zgjedhje kanë fituar vota më pak se sa lëvizja vetëvendosje. Nëse kthehemi gjatë vitit 2017 e kemi pa aq ka thonë lëvizja vetëvendosja gjatë konstituimit të Kuvendit, tani me ashtu vepru gjithë komplet ndryshe. Në atë kohë kur një periudhë caktuar derisa su bën një marrëveshje politike, kandidati i Partisë Demokratike nuk i kishte votat, si deputeti Konjuca, si deputeti Kurti bën një thirrje që të ketë marrëveshje politike, kur si ki votat thoi që duhet bësh kompromis. Dhe të vendosësh një kandidat që atëherë zotri Veseli s'ishte i pranueshëm. Për këtë, s'ishte i pranueshëm, edhe gjithsesi u bën një marrëveshje politike, por ai marrëveshja politike ishte pa vetëvendosjen dhe vetëvendosja edhe kur e pa që ka numra ata nuk votuan.